Jezusi dhe Samaritania. Kur Jezusi mori vesh se farizejt kishin dëgjuar të flitet se ai po tubonte me shumë nxënës dhe po pagëzonte me shumë së gjuni, edhe pse në të vërtet Jezusi nuk pagëzonte, por nxënësit e tij. E la Judeën dhe u kthye përsëri në Galile. I duhej të kalonte nëpër Samari. Arriti para që në qytet të Samarisë që quhej Sihar, afër pronës që Jakobi I jep dhënë Jozefit, birit të vet. Aty ishte pusi I Jakobit. Jezusi I lodhur nga udhëtimi u ul të rrijë në ngrykën e pusit. Ishte kundë rreth orës 6. Një grua nga Samaria erdhi të nxjerrë ujë. Jezusi I tha: "Më jep të pi." Nxënësit e tij kishin shkuar në qytet të blej ushqime. Samaritania I tha: "Si ti që je judeas kërkon ujë prej mejet, që jam samaritiane?" Sepse judejt nuk marrin e japin me samaritan. Jezusi I përgjigji: "Po ta dije ti çka të dhuron hyj, dhe kush është ai që të thot, ma jep të pi, ti vet do të lypje nga ai dhe ai do të jepte ujë të gjallë." "Zotëri," ju përgjigj gruaja, "ti s'ke as me çka ta nxjerrësh, e pusi është I thellë. Nga pra mund të kesh ujë të gjallë, a mos je më I madh se ati ynë Jakobi, që na dha këtë pus, piu vetë prej tij, si edhe bijtë e tij e baktitë e tia." Jezusi ju përgjigji: "Kush do të pijë këtë ujë, përsëri do të ketë etje. Kurse kush do të pijë ujë që unë do t'ja jap, kurrë nuk do të ketë etje. Madje uji që unë do t'ja jap do të bëhet në të burim që rrjedh në jetën e pasosur." Po I thot gruaja: "Zotëri, më jep asi ujë që të mos etem më e të mos më duhet të vi këtu të nxjerr." Ai I tha: "Shko, thirrë burrin tënd dhe eja këtu." "Unë nuk kam burr," I përgjigji ajo. "Mirë the," ja ktheu Jezusi, "s'kam burr, sepse I pate 5 burra, e ky që ke tani nuk është burri yt. Fole të vërtetën." "Zotëri," vijoi gruaja, "po shkoj se je profet, po shoh se je profet. Etërit tanë adhuruan në këtë mal, kurse ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet të bëhet adhurimi." Jezusi I tha: "Më beso mua o grua, po vjen koha kur nuk do të adhuroni Atin as në këtë mal as në Jeruzalem. Ja adhuroni atë që se njihni, ne adhurojmë atë që e njohim. Sepse shëlbimi vjen prej judejve, por po vjen koha e tani është kur adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Atin në shpirt e në të vërtet, sepse Ati kërkon shi adhurues të tillë. Hyj është shpirt dhe ata që e adhurojnë duhet të adhurojnë në shpirt e në të vërtet." Gruaja I tha: "E di se do të vijë Mesia që quhet Krisht. Kur të vijë, a do të na zbulojë gjithçka?" Jezusi I tha: "Unë jam Mesia, unë do që po flas me ty." Ndërkaq arritën nxënësit e tij dhe u çuditën që po fliste me një grua, porse prapa askush nuk e pyeti çka do ose pse po flet me ta. Gruaja e la enën dhe shkoi në qytet. U tha njerëzve: "Ejani e shihni njeriun që më tregoi gjithçka kam bërë, a mos është ky Mesia?" Ata dolën prej qytetit dhe u nisën tek ai, ndërkaq nxënësit po
lutnin, Rabai ha, ai u tha, kam për ushqim një gjellë tjetër që ju se dini. Nxënësit e pyetin njëri tjetrin, a mos i solli ndokush ushqim? Jezusi u përgjigj, ushqimi im është të zbatoj vullnetin e Atit që më drejtoi, ta kryej veprën e tij. A nuk thoni ju? Edhe 4 muaj e ja korrja që unë po ju them, çoni sytë tuaj dhe shikoni. Arat u zbarluan për korrje. Tanime korritari po e merr pagën dhe po mbledh frytin për jetën e pasosur, që mbjellësi e korritarit të galdojnë së bashku. Në këtë gjë vërtetohet fjala, njeri mbjell e tjetër kush korr, unë ju dërgova të korrni atje.